Galerinë Çifte Hamam në Shkup u hap mbrëmjen e 25 nëntorit ekspozita jubilare me rastin e 10 vjetorit të simpoziumit ndërkombëtar të artit Struga 2025. Ngjarja mblodhi artist, kurator dhe përfaqësues të institucioneve kulturore, duke shënuar përmbylljen e një dekade aktivitetesh të këtij simpoziumi që ka bashkuar mbi 100 artistë nga rreth 40 vende të botës. Ekspozita paraqet një përmbledhje veprash që reflektojnë bashkëpunimin kreativ dhe shkëmbimin ndërkombëtar përmes artit. Përmes artistëve të shquar të ekspozitës jubilare të simpoziumit ndërkombëtar të artit Struga 2015-2025. Krijimtaria e 100 artistëve nga 42 shtete. Në çdo vepër ndjen një gjuhë që nuk ka nevojë për përkthim, gjuhën universale të artit. Përmes institucion kulturor, është ndër të mirëpresim në simpozium ndërkombëtar të artit, që e pasuron skenën artistike dhe qëllim të qartë të krijues. Galeria Çifte Hamam betet të kushtuar të jetë hapësirë të hapur për dialog, për ballje idesh dhe për takim me artin në dimensionet e tij më njerëzore. Në emër të institucionit e falenderoj sinqerisht organizatorin, kolegun tim Burhanin, gjithashtu kuratoren, profesoreshën Yıldız, për bashkëpunim dhe gjithë ju që sonte ndani me ne këtë përvojë estetike. Projekti është i financuar nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Bashkimi ynë sonte rreth artit dhe krijimtarisë i jep kësaj ekspozite një ngrohtësi dhe një kuptim të veçantë. Në këtë muaj të kombit kemi zgjedhur të kurorëzojmë 10 vjetorin e simpoziumit ndërkombëtar të artit Struga 2015-2025, një ngjarje që tashmë ka zënë një vend të rëndësishëm në artën artistike, jo vetëm në Maqedoninë Perëndimore, por edhe në rajon dhe në skenën ndërkombëtare. Ky përvjetor nuk është thjesht një shënim simbolik i kohës së kaluar, por një dëshmi e një rrugtimi të përkushtuar, të mbushur me sfida dhe suksese domethënëse. Rruga drejt këtij momenti nuk ka qenë e lehtë. Simpoziumi është përballur me një sër pengesash, nga mungesa e mjeteve financiare dhe mbështetja e kufizuar institucionale, tek vështirësitë organizative që shpesh rëndojnë iniciativa të këtilla. Mirë se keni ardhur në këtë ekspozitë jubilare të simpoziumit ndërkombëtar të Strugës, i cili tani më ka lënë gjurmë të pashtyeshme, te mësë mire fletë sonte kjo ekspozitë, falë grupit organizativ, me profesoreshën Yıldız Hasani, profesoreshën Teuta Hoxha Emeri, Akime Nasupi Rexhepi, Berat Zulbeari, Verin Zendeli, Vanessa Oda, si dhe shoku miku im nga Struga Pasman Muradi, si dhe shumë të tjerë, të cilët kanë qenë krau i majtë dhe gjahti i imi, kështu që pa tyre sot e kemi kurorëzuar gjithat e mund 10 vjeçar me këtë ekspozitë jubilare. Ju falenderoj gjithë juve që gjetët kohë që sonte vini bashkërisht ta ndajmë këtë gëzim dhe me shpresë se edhe vitet e ardhshme me këtë lloj energjie pozitive do t'ja dalim sërish që të organizojmë edhe edicione të tjera së bashku. Ndërkohë që shijuam nga afër veprat e ekspozuara, morëm edhe prononcimet e artistëve pjesëmarrës. 2 prej tyre pjesë e simpoziumit që nga themelimi ndan përvojat dhe ndryshimet që kanë parë gjatë këtyre 10 viteve, ndërsa artistja Anila Etoja, e cila i është bashkuar simpoziumit vetëm në 2 vitet e fundit, foli për përfshirjen e saj të re dhe për vlerën që ky format ndërkombëtar i ka sjellë krijimtarisë së saj.
Unë në fakt kam 2 vite që jam pjesë e këtij simpoziumi, kam qenë e ftuar në simpozium. Ishte për mua shumë breslënës, do jetë ndër kujtimet e mia më të bukura. Kam qenë pjesë e simpoziumit të ndryshëm, po këtu më ka ngelur zemra sepse ishin vetë ambienti, natyra, njerëzit të qetë, të dashur. Do doja shumë që të ritakoheshin përsëri mes shumë artistësh dhe pse jo kontributin ton ta jepnin për këtë vend. Ky vend është në zhvillim, është i lulëzuar ku lulëzon më të bukurin nga artistët dhe me artin që ato lën pas, siç kemi lënë dhe ne artin ton pas. Me që të kemi shkodrane, dhe ne shkodranet i duam shumë, gjithë shqiptarët jemi një padyshim, po më thuaj si ka qenë bashkëpunimi yt me artistat e Maqedonisë së Veriut, sepse në këtë simpozium dhe jo vetëm të Maqedonisë ka pas, edhe nga vende shumë të huaja, nga vende evropiane, por mua më intereson me të Maqedonisë, si ka qenë Anila? Për mua ishte mbreslëndse sepse unë që tani e tutje, unë kam shumë miq që i konsideroj miq të shtrenjtë. Për mua miqësia është vërtet e shtrenjtë dhe aq më bukur që flasim të njëjtën gjuhë. Jo vetëm të artit, por gjuhën, flasim shqip, është shumë domethënëse për mua. Janë miq të mi të shtrenjtë që do ngelen për gjithmonë. Cila është vepra që na je prezantuar sonte? Unë, siç thash pak më përpara, jam frymëzuar nga natyra juaj, kështu që kam lënë pas, kam dhuruar këtë punë edhe që kam shprehur talentin tim mes natyrës së lidhur, ashtu jam edhe unë, e qetë, e dashur me njerëzit, pse jo, vlen për të përmendur që miqësia, sidomos mes artistëve, është shumë e rëndësishme. Unë e theksoj gjithmonë që një artist nëse nuk ka një shpirt të madh, atje nuk mund të jetë kurrë një artist. Kështu që mua më bëri përshtypje natyra juaj e bukur, e liçenit, e kështu që strugës, kështu që jam frymëzuar aty dhe kam lënë një vepër aty. Do vazhdosh të jesh pjesë e këtij simpoziumi edhe vitet e ardhshme? Nëse marr ftesë, me kënaqësi. Është normal, është një kënaqësi e veçantë që sonde jemi mbledhur të gjithë këto, edhe si ekip, por edhe si pjesë e artit, të artistëve gjithashtu do të thotë ne jemi pjesë e këtij simpoziumi dhe sigurisht që ndjem me fat që jam pjesë e këtij simpoziumi. U bën 10 vite që ne jemi bashkë dhe prandaj është një emocion i veçantë për mua kjo ekspozitë sonde këtu. Me që jemi nga fillimi i themelimit të këtij simpoziumi, si do na elaborosh këto 10 vite eksperiencë dhe bashkëpunimi mes miqve që keni pas? Sigurisht është një eksperiencë shumë e bukur. Të njohësh artist nga gjithë bota është privilegj, kështu që unë ndi veten shumë privilegjuar në këtë rast, nga që për këto 10 vite neve kemi njohur artist me famë botërore ose artist thjesht, çfarë do lloj artisti të fushave të ndryshme të artit, qoftë piktor, grafist, skulptor, e kështu me radhë, do thotë është një ndjenjë me të vërtetë që nuk mundemi ta përshkruajmë me fjalë, por vetëm nëse e ndjejmë moment, edhe këto zakonisht artistët gjithmonë e ndjejnë ato çka e shohin ato dhe e realizojnë në veprat e tyre artistike. Po na trego tani cila është vepra që ke përzgjedhur të ekspozosh sonte? Ne sonde i kemi dhënë hapësirë vetë artistëve tuaj, kështu që asnjëri nga që jemi pjesë e ekipit nuk kemi marrë pjesë me ndonjë vepër artistike, por vetëm ju kemi dhënë hapësirë artistëve të tjerë, të cilët me të vërtetë ka punime që ja vlen të ekspozohen, kështu që ne kemi... Ne i shijuam shumë, mbi gjitha. Kemi raste tjera ne për ta ekspozu këtu në Çifta Hamam, secili artist në veti, ose edhe në kolektiv kemi marrë pjesë më herët, kështu që hapësira ka qenë vetëm për artistët botëror, ose ato vendas, ose të Kosovës dhe të Shqipërisë. Po, është kënaqësi shumë e madhe. 10 vjet ikën shpejt, por dua të them që është një nga simpoziumet më serioz, më profesional, sepse artistët pjesëmarrës që kanë qenë në këto 10 vjet janë vërtet profesionistë, e veçanta është si ka pas bashkë me artistët e vjetër profesionistë, ka pas edhe studentë të rinj. Mua më ka bërë përshtypje që ajo mënyra e komunikimit ka qenë shumë e natyrshme, edhe përfundimi gjithmonë dihet, sepse veprat janë ato që tregojnë produktin, kështu që unë do të thoja është një nder dhe një kënaqësi shumë e madhe që të marr pjesë në Struga, koloni, organizator të shkëlqyer. Është eksperiencë që nuk harrohet lehtë. Unë do të jem sërish
me zipres është ajo dëshira që mua nuk më lë t'i braktista njerëz mrekullueshëm, të artistë mrekullueshëm, dhe njëkohësisht është edhe një pjesë e historisë të Strugës, është një pjesë e motiveve popullore që ata i kanë aq të bukura, edhe gërshetimi midis tradicionales dhe pjesës natyrës, që sigurisht ajo shquhet për natyrën, është një pikëlidhje shumë e bukur, dhe i uroj sinqerisht suksese dhe më të mirat u bëfshim për këtë koloni. Profesor, po më thuaj me që je një ndër artistët me më shumë përvojë në këtë simpozium, një ndër artistët më të vjetër. Më thoni se ka pas raste kur keni dhënë këshilla edhe tek artistët e ri, sepse në këtë simpozium ka pas edhe artistë të ri. Po, sigurisht. Besoj që i kanë vlerësuar shumë këshillat tuaja. Po, ajo nuk është vetëm një punëtori, si i themi, por ajo ka qenë edhe një diskutim, gjithë ditët e qëndrimit janë leksion, janë shkëmbim eksperjencash, dhe ajo pjesa e natyrës të bën që ti të sillesh më çlirët. Dhe artistët e përzgjedhur kanë qenë vërtet shumë të mirë, dhe unë ata që kam njohur para 10 vjetësh tani shikoj në të formuar plotësisht ata artistë, dhe më vjen shumë mirë për këtë, sepse secili nga këta ka shkollën e vet, por do të thoja qëndrimi pranë artistëve me përvojë nga gjithë Europa ka bërë që të shkëmbesh edhe stilin, të shkëmbesh edhe mënyrën e komunikimit me telajon dhe emocionet. Sigurisht, sepse ajo përvoja të bën që ti të mos kesh më frikë nga pëlhura. Dhe kjo është një nga arsyet që ne i duam artistët e rinj, që ata të jenë më të çliruar dhe të kapërcejnë atë pjesën e frikës që është ndonjëherë të bën që edhe të dështojnë. Ne i kemi dhënë ato frymën për të ecë mëtej dhe për të mos u kthyer mbrapa. Kjo është shumë mirë, besoj. Me hapjen e kësaj ekspozite, Simpoziumi Ndërkombëtar i Artit Struga 2025 shënon një moment të rëndësishëm në historinë e tij 10-vjeçare. Organizatorët theksuan se synimi mbetet i njëjtë, forcimi i dialogut kulturor dhe promovimi i diversitetit artistik ndërkombëtar.